që ne të qartësojmë, të hedhim vështrime mbi ato zhvillime të dikurshme dhe t'i sjellim në një përshtatshmëri të kohësisë së re. Këtë desha të them, pa dashur as pak t'ju lëndoj apo t'ju prek dhe nuk e di se Jo, vetëm dashta me... Shumë bukur po t'i nguan, po nuk është realiteti kështu në teren. Ta zonë, për shembull, na kemi gjetë lektyra të cilat tituj të njëjtë në disa lista shkollore rekomandohen në klasë të 6, në disa tjera në klasë të 9. Pas edhe një arsye. Klasa e 6 me të 9 ka dallim. Sigurisht. Tashti... Aty ky është gabim brenda shkollës. Është brenda procesit aty në sistemin arsimor është gabim. Ky hap diskutim e problematizojnë çështën e shpresojmë që ai atje ose përgjegjësit atje shkollat tona duhet pafundësisht. E përmirësojnë. Sikur se thatë për shkallën e lexueshmërisë që ka rënë në nivelet Nëse ma thu se lahuta e malësisë është e kuptueshme për një nxënës të klasës së 6, unë vërtet nuk e kuptoj. Nuk është e kuptueshme për një nxënës të klasës së 6. Nuk është e kuptueshme për mu që i kanë 33 vjetë. Të vogla, disa fragmente përfaqësuese. Lahuta e malësisë rekomandohet në lista shkollore është libër i cili qarkullon në listat të lektyrave shkollore që i kemi marrë prej shkollave, të cilat vetë na e kanë dërguar me kërkesën tonë, për çka i falenderoj për bashkëpunimin. Duhet pas parasysh se nuk ka një listë, ta zëm një listë kategorike të Ministrisë së Arsimit, edhe ky keq kuptim ndodh në shkolla. Mendohet se ekziston një listë, sepse është trashëguar prej mësimdhënësit paraprake dhe vazhdon prej mësimdhënësit tek tjetri, po nuk ka një listë, edhe pse ka një përpjekje të Ministrisë të Arsimit për mi përcaktuar disa kritere, të cilat trajtojnë çështjet që janë aktuale, si gjithëpërfshirja dhe çështjet e tjera. A ka listë ndoshta që ju e rekomandoni që duhet ta balancojmë ose ta zëvendësojmë me autor bashkëkohor, me pikpamje tjera më moderne, ose që të paktën e balancojnë këtë çështjen historike dhe të realitetit aktual? Si listë veçantë nuk ekziston, ashtu siç tha edhe Agone, po duhet të theksohet që në vitin 2024 ka fillu pikërisht mashtis, kjo është mbështetur nga institucionet vendore, mashti ka fillu procesin e krijimit të kritereve të teksteve letrare të cilat duhen me pas një përmbajtje apo jo një përmbajtje të disa gjërave për brenda aty. Dhe mundën e këtë listë deri më tani që është përpilu edhe me gjetë mrenda në raport, dhe shkruan që, tash për thonë përmenë se nuk përdi saktë në cilin faqe e kam theksu këto, gjuha e përdorur duhet të mos cënoj të drejtat e njeriut në lektyra letrare. Jemi të folë, kështu që edhe ato që janë letrare, edhe ato jo letrare, përfshirë gjuhë bazuar në gjini, gjuhë bazuar në etni, në fe, e tjetër, dhe nuk guxon me nxit